Mirdita, mbrëm qindra mijëra shqiptar të mbledhur nga të katër anë të Shqipërisë dhe mbar bota, ripërsëritën sipas njerëz prej agjensive më prestigjioze të lajmeve në botë 20 shkurtin e vitit 1991, ditën në cilën shqiptarët përmbysen dhe zvarritën shtatorën e Enver Hoxhës dhe sbashku me të përmbysen kultin më të keq në të gjithë historinë e tyre. Mbrëm, qindra mijëra protestues përmbysen para zyrave të tij shtatorën e narkodiktatorit Edi Rama dhe i organizuan me simbolizma funeralin e tij politik. Sot, në vend të dorëheqjes, Edi Rama u rrek përsëri të provoj apo të reklamoj suksese dhe të anatemoj protestën e qytetarëve. Ai foli për një kore të zezë dhe ujërat që rrjedhin ndër të. Në të vërtetë, mbrëm në Tiranë ishte deti i ujërave të pastërta të popullit shqiptar që kërkon largimin e kreut të Meduzës dhe qeverisë tij kriminale, organizatë kriminale. Ndaj edhe një herë kërkoj në emër të Partisë Demokratike dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës dhe plotësimin e 5 kërkesave të protestuesve, të cilat janë kërkesa njëkohësisht të Partisë Demokratike, duke shprehur mirënjohje për ata qindra mijëra shqiptar që protestuan dje në mënyrën më të fuqishme, më madhështore. Garantoj se Partia Demokratike do të qëndrojë fuqishëm në mbështetje të protestës dhe kërkesave të tyre. Sikundër, dënoj me forcën më të madhe qëndrimin indiferent, kërcënues, fyes të Edi Ramës dhe sejmenve të tij, dhe paralajmëroj Edi Ramën edhe një herë, i cili para 3 ditësh me krenari u shpreh se kishte monopolin absolut të dhunës. Liro me njëherë të arrestuarit dhe hiq dorë nga dhuna. Mos harro se në përballje me popullin, fuqia nukleare i takon popullit dhe ajo shkatrimtare për ty dhe regjimin tënd.